pyetje. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe, dashur. Faleminderit. Si jeni sot? Mirë, faleminderit, po diçka sot veç për mesazha ku kanë shikuesit tonë, kështu që po lexoj pak. Se dje ka mbet pa i lexue, vërtet është. A mu përgjigju na me shkru mesazh? Me çe valla kisha pas çaf me të një tu fol. Okej. Për mendimin tam veç ma i keq i krejt shqiptarëve, jo në tashe themet. Pra mu marrë me punë tjerëve. Që kjo është kryesisht. Pse e kanë këtë ves, mëre? Mos është në ADN të shqiptarëve. Nashta që jena pak ma badjavëgji, ose edhe nëse punojna, dhe në punë këshyrim... Në pauza, këshyrim punë të halku që apë bojnë. Po e vërtet, o kur ki kohë, shumë e vërtet. Qka bën ti në kohë të lirë? A dim se po të pës, nashta më mi motivu pak ata që kanë kohë të lirë dhe merren me punë tjerëve. Unë me qif lexoj shumë, pëlqen ti për romanet, që ashtu e kisha shfrytzu kohën e lirë gjatë. Po, në fakt edhe nësë është që zbëj kur tash e theme, po kryesisht ka të punoj ma shumë. Edhe tu kesh garant ashtu veç për pode, veç për me bo hajgare pak. Pe di qa po thu, faleminderit shumë. Jo kështu me dëmtu dikan, po të kuptoj. Veç kështu si risi që akote na i kusha. Po të kuptoj, që i thojnë ran e pembe, gënjeshtër e bardh. Tash e thëmë e bardh kjo është. E dashur, faleminderit shumë që ishe së ndrem dytë. Faleminderit, punë mirë. Gjithashtu, tung.